Zhduko për jashtë. Po mirë më një pyetje. Zhduko për jashtë. Po jo më le, o vlla. Je kamera. Po lera ça. Je gay për dartë. Po lera mortale, lera mos e prek. Jemi në ambientet e një mobilerie në periferi të Vlorës dhe ky zotëri që shihet e dëgjohet në video duke bërtitur, duke share, duke thyer, është pronari i këtij biznesi, ndërsa sendet që përplasin në tokë pa u menduar dy herë janë mjetet tona të punës së përditshme, kamera dhe mikrofoni, Të cilat përfunduan në këtë gjendje. Por fatmirësisht ne ishim të pajisur me mjete të tjera xhirimi, duke arritur të dokumentojmë atë që ndodhi në një ditë, e cila nisi e qetë dhe nuk premtonte asgjë të keqe. Kam përfituar tokë bujqësore me ligjin 7501 në fshatin Oshtim. Kjo firma ka filluar të hedhë dhera. Edhe unë kam shkuar e kam takuar pronarin Dorisenin, përse i ke hedhur këto dhera, jo po pa dashje, jo ashtu, jo kështu. E kam kaluar. Mbas disa kohë shikoj që ai hedh përsëri dhera. I them çfarë po bën? Kam bërë marrëveshje me një nga pjesëtarët e familjes tënde dhe do ta blej tokën. Ti mund ta blesh tokën, por kur pjesëtarët e tjerë të familjes ta ndajnë me mua njerë, se ne kemi të përbashkët. Në rregull, unë nuk bëj asnjë gjë, nëse ju nuk jeni të gjithë dakord. Zonja Sabie pretendon që pronari i imobilerisë në fillim ka kërkuar ndjes për punimet që bënte në tokën e saj, por duket se shumë shpejt gjërat ndryshuan, ashtu siç ndryshoi edhe sjellja e tij ndaj kësaj 52 vjeçareje. Pastaj shikoj që filloi po hidhte dhera pa më pyetur mua, e kam takuar përsëri. Më ka thënë unë tokën e kam bler, ty nuk të njoh fare. Dhe ndërkohë makinat punonin kur kam shkuar në datën 22/4/2024. Po mbushte tokën ku un jam bashkëpronare. I thash do shkoj në polici, të shkosh ku do duash, policia nuk ka çfarë më bën. Policia nuk ka çfarë më bën. Duket si një batut sa për të trembur zonjën. Por kur e provuam vetë në kurizë më vonë, kuptuam që nuk ishte as batut dhe as ndonjë lloj forme presioni. Por me radhë, do dalim dhe aty. Në polici me një luftë shumë të madhe nuk donin të më pranoni brenda, ka dalë oficeri i policisë gjyqësore e pa ka dalë jashtë, edhe mundohesh që të më binte mua që unë mos bëja kallëzim penal. Megjithatë e bëra kallëzimin penal, u ndërprem punimet. por nuk zgjat shumë sepse Në datën 17/5 marr vesh që përsëri fillojnë punimet, shkoj e takoj, më thotë jo s'është e vërtet, jam detyruar, jam ngritur në orën 5 të mëngjesit, kam ruajtur makinat, i kam regjistruar makinat duke punuar. bëhet fjalë për këta kamion, të cilët janë filmuar nga zonja gjatë kohës së konfliktit me Dorisenin. Shihet qartë se çfarëdo qofshin materialet që kamionët shkarkojnë, përfundojnë në tokën ku 52 vjeçaria është bashkëpronare me familjar të saj. Shkova prapë në polici, bëra kallëzimin përsëri në datën 18. Dhe bëri zoti Dorisen, fillonte të shtunte diel pastaj në fundjavë bënte punime. Kam bërë kallëzim në prokurori për IMT-n, për policinë. Kam çuar foto, kam çuar video të gjitha në polici, në prokurori, dhe kur ka shkuar avokati im që ka marrë dosjen, fotografit që unë çova në prokurori nuk ishin. Që ishin makinat e rënda, targat e makinave dhe çfarë bëj atje. Dhe IMT-ja del me konkluzionin që aty po bën ca punime të lehta, s'ka nevojë për leje ndërtimi. Kjo është përgjigja që IKMT-ja e Vlorës i ka kthyer zonjës Sabie dhe e habitshme është se si sot duhet të marrësh leje për të ndërtuar një vetrat xhami, ndërsa për këtë aktivitet intensiv me kamion që shkarkojnë në tokë të tjetrit, të mos kesh nevojë për asnjë dokument, duke u kamufluar pas asaj që konsiderohet sistemi mobori. Nuk kam tokë për të shitur se unë nuk e kam darë. Për sqarim, ajo që zonja Sabie po thot është se pjesëtarët e familjes së saj, njëkohësisht bashkëpronar të tokës, mund t'ia shesin ose t'ia dhurojnë pjesën e tyre Dorisenit. Por në fillim duhet të ndajnë se cila ngastër është e gjithë secilit. Pasi pjesa e cila është ngjitur me tokën e zotërisë, me shumë gjas mund t'i bjerë Sabies dhe ajo ka të drejtë të kërkojë që askush të mos hedh dhera apo çfarëdo lloj inertesh në pjesën e saj. Ajo tokë atje ka 30 vjet. Ne kemi pasur rrugën, ai rrugën e fshatit e ka zënë shumë rrugë të fshatit atje, se është bërë si i forti i fshatit dhe i forti i Vlorës. Më tregonte mua forcën dhe trimërinë. Gjatë shfletimit të dokumenteve, vëmë re se në proces verbalin e mbajtur në vend ngjarje nga IKMT-ja e Vlorës, thuhet se gjatë këqyrjes së inspektorëve në terren lidhur me denoncimin e Sabies për hedhjen e dherave, Doriseni u ka paraqitur 2 certifikata pronësie për tokën ku zhvillon aktivitetin e tij dhe për atë të 52 vjeçares, bashkëpronare me familjar të saj. Ndaj, për të mësuar më shumë lidhur me dokumentet që Doriseni u ka paraqitur inspektorëve të IKMT-s, shkuam vetë dhe u interesuam pranë këtij institucioni. Bëhet fjalë për 336 që zotëria u pas ka vendosur në dispozicion. Kush e disponon këtë pra? E disponon zotëria si ta kam shkruar. Po pra mund ma vendosë? Nuk ta vendos në dispozicion. Do ta heq fare edhe këtë. Po jo mos se dokumenti. Për mua, unë jam për sa përket jam në rregull. Si ma vërteton ti mua që ai
ai ti ka paraqitur të dyja certifikatat. Ajo s'e di unë. E di ti, por se dim ne. Ke vajtur ai s'të ka nxjerrë gjë të ti thua me këtu me shkrim, Ma ka zgjedhur. Unë s'e kam shkuar, s'jam i smundë ta shkuar këtë. Ma vërtetoj që ai ti ka paraqitur të dyja. Mbaj u përgjithësi për atë pastaj. Do vash përgjithësi. Absolutisht po. Pra ti që kam shkruar këtu mbaj përgjithësi. Inspektori i IKMT-s është i bindur në çfarë deklaron, madje mban përgjegjësi. Por sidoqoftë, për të kuptuar sa të vërteta janë pretendimet e zonjës, kërkuam të marrim edhe versionin e zotit Dorisen. Zotria, vjen një minutë ju lutem. Ti bën një pyetje. Hajde jepni një përgjigje. Pavarësisht se e kuptoj fare mirë se kush ishim dhe se qëllim kishim vetëm ta pyesnim për pretendimet e zonjës Sabie, zotëria preferoi të shpaloste gjithë arsenalin e dhunës fizike dhe verbale. Dile me radhë, çdo prish. Po mirë, më një pyetje. Çdo për jashtë. Pyetje Zonja përgjigje. ka vajt në çdo polici çdo Dakor, gjë. ja, një bisedë normale po bëjmë, nuk po të ofendon po, njëri. po, Po jo më lej, o vlla. Iki kamera. Po lera ça. Ikë ai bëri dartë po ti. Ikë po bëni një uraj. Ky zotëri përveç se ofendon me gjuhë rruge, dhunon një grup xhirimi dhe u thyen mjetet e punës, është një frymëzim për të gjithë ata që kanë ëndër dhe dëshirë të na rrajnë e gazetarëve. Lera mortazh, lera mos e prek. Pavarësisht se kamerën e përplasi disa herë në tokë duke e nxjerrë jashtë funksionit, Doriseni kërkonte që ta merrte dhe të largohej, por insistimi ton për të rimarrë atë që na përkiste i doli kundër edhe ky i ri, i cili për disa çaste u bë truproja i shefit. Do marr policin. Wow! Do marr policin telefon. Hajde këtu. Ndërkohë që operatori mblidhte pjesët e mbetura në tokë, arratisja e Dorisenit teksa mba në dorë kamerën ton është filmuar me një telefon. Ai arrin të largohet, ndërsa kjo është kamera e thyer. Po përse e mori vetëm për disa metra dhe më pas e flaku në tokë? Arsyeja ishte e mirë menduar. Kur e morëm, vum re se kamerës i mungonte karta e memorjes. Të cilën zoti Dorisena e kishte vjedhur një lloj siç bëjnë ata xhepistët e urbanit të linjës. Në këto kushte, gjithçka duhet të bënim ishte të njoftonim policin. Alo, jam Frar Derista, gazetar. Në Panaja, firma Serena Furnitur dhe unë bashkë me stafin tim jemi dhunuar fizikisht nga pronari i kësaj firme. Na kanë thyer të gjitha pajisjet. Me çfarë të qelloj, me shelve? Me gur. Ha? Me gur. Këtë të gurit nuk e kemi të dokumentuar, por vetë Doriseni e di mirë se u soll si një fëmijë problematik duke qelluar ndaj meje. Disa minuta pas telefonatës son, ndërkohë që Doriseni ishte larguar, mbërritën 2 efektiv civil të policisë së Vlorës. Edhe me folë me zotërinë, zonja ka një problem pronësie me marrë gjithë anët e historisë, me dëgju, me marrë një opinion, kapi theu kamera, theu mikrofon, shtiu gazetarin, ka të nevojë. Pas këtyre sqarimeve të para, shkuam edhe në komisariatin e policisë Vlorë për të bërë kallëzim për gjithçka kishte ndodhur. Në deklaratën para oficerës së policisë gjyqësore, treguam me detaje për dhunën e ushtruar ndaj nesh, ofendimet, dëmtimin e mjeteve të punës dhe vjedhjen e kartës së memorjes nga shtetasi Dorisen Çepaj. Të gjitha të dokumentuara, ndërkohë i pashqetësuar fare për çfarë kishte bërë. Pas nesh në polici paraqitet edhe Doriseni. Në kallëzimin e tij ai pretendon para OPG-s se atë ditë ne kërkonim të futeshim në ambientet e firmës me forcë dhe prandaj ka ardhur ai vetë për të na nxjerrë. Këto janë pamjet e hyrjes son më se normale në ambientet e firmës së zotërisë, dhe ajo që bëjmë është thjesht qëndrimi në hollin e godinës, derisa vetë Doriseni u paraqit. Hyrja me forcë është gënjeshtra e parë e Dorisenit në polici, pasi nuk keni dëgjuar asgjë akoma. Në deklaratën e tij ai ka mohuar se ka thyer mjetet tona të punës apo të ketë ushtruar dhunë ndaj nesh. Dhe këtë deklaratë ka bërë i bindur se ne nuk do mund të faktonim dot të kundërtën, për 2 arsye. Duke na thyer kamerën dhe duke na vjedhur kartën e memorjes, ka menduar se ne nuk do të kishim materiale për të dokumentuar gjithë ngjarjen. Gjithashtu, në raport shërbimin e përpiluar për llogaritë të prokurorisë, pranohet se oficerët e policisë nuk kanë mundur të gjejnë serverin e kamerave ekzistuese. E kuptueshme që nuk do të gjendej, sepse nëse do të gjendej do të provojshin të tjera gënjeshtra nga Doriseni. Siç është ky episod i stisur prej tij, ku pretendon se un kam tentuar t'i futem në makinë, e kam ofenduar apo kërcënuar. Në fakt, ky episod është kapur nga kamera e sigurisë së godinës, pasi ai na kishte thyer kamerën tonë dhe na kishte vjedhur sketër. E natyrshme që ju afrova makinës, por për t'i kërkuar të më kthente pajisjen që na kishte vjedhur. Gjithashtu, disa pamje filmike janë marrë nga telefoni i Dorisenit dhe në raport shërbim citohet dhe gjendet shqetësues fakti se grupi ynë i xhirimit nuk ka patur jelek për të identifikuar si media. Në fakt jelek duhet kishim, po jelek antiplumba ma. Sepse në fakt kostumin, kollaren portokalli, kamerën, mikrofonin, bexhin, si çdo ditë kur dalim në terren, i kishim edhe atë ditë. Në raport gjithashtu citohet se është bërë këqyrja e momentit të hyrjes sonë në godinë dhe të ashtu quajturës përleshje që kemi patur me Dorisenin, sigurisht nga kamerat e instaluara në hyrje të objektit. Por si ka mundësi që policia vuri re atë çka e quan përleshje dhe nuk vuri re Dorisenin që na mori kamerën dhe u largua?
Si ka mundësi që nuk vun re thyerjen e mjeteve tona të punës, kur të dyja këto episode ndodhen në të njëjtin ambient? Ne jemi të bindur që kjo çështje është trajtuar si ajo shprehja ca të nënës e ca të njërkës. Ndoshta përballë kemi kunatin e shokut Xhemal. Për sa kohë deklaratat tona, dëshmitarët apo pamjet filmike nuk i mjaftuan prokurorit Olsi Vasiu për të nisur procedimin penal me pretendimin se veprimet apo mos veprimet e shtetasit Dorisen Çepaj nuk formojnë elementet e veprës penale kanosje, lagosje let me dashje dhe shkatrim prone. Lidhur me veprën penale kanosje, përpara oficerës policisë gjyqësore, unë kam deklaruar se shtetasi Dorisen Çepaj më ka kërcënuar me vdekje, duke bërë me shenjë rreth kokës së tij simbolin e varjes militar. Por diçka e tillë do të vërtetohej vetëm nëse nuk do të vidhej karta e kamerës son, apo nëse do të gjendej serveri i kamerave të godinës së Dorisenit. Sa i takon shkatrimit të pronës, prokurori Olsi Vasiu kërkon të provohet ekzistenca e pasojave materiale. Këto pamje që po shihni i kemi administruar në policinë gjyqësore, por me sa duket nuk i kanë mjaftuar prokurorit Vasiu. Ky i fundit i referohet vendimit unifikues të kolegjeve të bashkuara të gjykatës së lartë numër 5 datë 11 nëntor 2003. Sipas të cilit dëmtimi duhet të arrijë vlerën 1 milion lekë të reja që të quhet dëmtim jo i lehtë. Dhe me qenë se kamera apo mikrofoni ynë sipas tij nuk e kap kanë këtë vlerë, nuk quhet shkatrim prone. Megjithatë, pas vendimit për mos fillimin e procedimit penal, brenda afatit të caktuar me ligj ne bëm një ankimim ku parashtruam fakte se lidhur me këtë rast kemi të bëjmë me veprën penale goditje për shkak të detyrës. Për sa kohë kemi vërtetuar që shtetasi Dorisen Çepaj ka kryer veprime të dhunshme jo vetëm ndaj meje, por edhe ndaj operatorit, duke shkatruar mikrofonin dhe kamerën me qëllim pengimin e kryerjes së detyrës sonë si media. Gjithashtu administruam element objektiv dhe subjektiv të veprës penale vjedhje me dhunë. Për sa kohë Doriseni ka përvetësuar skedën e regjistrimit të kamerës dhe këtë gjë e ka bërë duke ushtruar dhunë fizike. Fakti që kamerën e mori vetëm për pak kohë dhe më pas e hodhi në rrugë tregon qartë se synimi i tij ishte të përvetësonte kartën e memorjes për të zhdukur provat. Gjithashtu kemi parashtruar fakte kundër, lidhur me konkluzionet e prokuror Olsi Vasiut, i cili ka konstatuar se nuk ka element të shkatrimit të pronës. Së pari, prokuroria nuk ka kryer hetime të plota rreth vlerës së saktë të dëmit të shkaktuar, siç është thyerja e kamerës, e mikrofonit dhe jo vetëm. Së dyti, prokuroria ka bërë një vlerësim të gabuar të kategorisë qoftë kjo pasojë lehtë apo pasojë rënd, pasi është mbështetur vetëm te kriteri ekonomik i këtij vlerësimi. Është e vërtetë që kolegjet e bashkuara të gjykatës së lartë e kanë përcaktuar si kriter vlerën 1 milion lekë të reja. Por ato e theksojnë qartë se për cilësimin e një dëmi si pasojë rënd, përveç kriterit ekonomik vlen edhe kriteret të tjera të karakterit jo ekonomik, të cilat shpesh mund të marrin rëndësi më të madhe se sa kriteri ekonomik. Për shembull, vjedhja e një pjese të linjës teknologjike të një fabrike apo të një aparature mjekësore, pavarësisht nga vlera e tyre e shprehur në të holla, shkakton ndërprerje të procesit teknologjik, lë pa punë një numër të konsiderueshëm punonjësish, lë pacientët pa mjekimin e domosdoshëm jetik apo gjëra të tjera. Bazuar në këto shembuj, dëmi i shkaktuar nga Doriseni duhet cilësuar si dëm jo i lehtë, pavarësisht se dëmi ekonomik në rastin konkret mund të jetë edhe më i vogël se vlera 1 milion lekë të reja. Kjo pasi në rastin konkret, përmes dëmtimit të kamerës dhe vjedhjes së kartës, në thelb është dëmtuar interesi publik për informim dhe e gjitha e shkaktuar me dashje të plot nga Doriseni. Pas ankimimit kemi pritur nga çasti në çast të marrin përgjigje. Por më kot, kemi bërë një kërkesë zyrtare drejtuar gjykatës së Vlorës, lidhur me statusin e çështjes në fjalë, por nuk kemi marrë përgjigje pavarësisht kalimit të afatit të caktuar me ligj për të drejtën e informimit. Gjithashtu, kemi shkuar vetë pranë gjykatës së Vlorës dhe përgjigja ishte: Nuk del gjë. Mirë, faleminderit, mirëpafshim. Jemi interesuar edhe në prokurorim pranë gjykatës së Vlorës dhe i njëjti refren. Mirë, po në sistemin e postës shqiptare shihet qartë që ankimimi ynë është dorëzuar në prokurori vetëm një ditë pas depozitimit. Kështu prokuroria duhet ja kalonte menjëherë gjykatës, ose minimumit na e kthente mbrapsht. A kemi të drejtë të dyshojmë që dokumentet tona mund të jenë hedhur në kosh? I thash do shkoj në polici, të shkosh ku do duash, policia nuk ka çfarë më bën. Është bërë si i fortë i fshatit dhe i fortë i Vlorës. Ku e gjem vallë gjithë këtë forcë Doriseni të mërshëm i Vlorës? Dhe këtu nuk po flasim për forcë fizike që përfundon me thyerje kamerash e mikrofonash, por për forcë dhe pushtet politik. E ku ka forcë më të madhe se sa të kesh mik kryeministrin Edi Rama? Ta presësh atë në biznesin tënd dhe të shkëmbesh batuta e përqafime. Këto pamje janë shkëputur nga materiali publikuar nga vetë kryeministri Rama në muajin nëntor 2023, gjatë zhvillimit të asamblesë së zgjeruar të Partisë Socialiste në Vlorë, e pikërisht në biznesin e Dorisenit.
Asambleja e zgjeruar e Partisë Socialiste të Qarkut të Vlorës padyshime ka të vështirë gjej një sallë ku të futem kaq shumë socialistë dhe zgjodhëm që ta bënim këtë asamble në një ambient krejt veçantë, në një biznes të këtij qyteti, ku realisht çdo gjë është me standarde europiane. Dua ta falenderoj edhe zotrin që ka këtë fabrikë të bukur për mikpritjen edhe për punën e jashtëzakonshme që ka bërë. Tani e pash nga larg, duket që nuk është shkencëtar. Faleminderit. Se mos harrojmë inspektor Arjanin te IKMT-ja. Në bashkëpërgjithësi. Absolutisht po. Pra ti që kam shkruar këtu mbaj krejtësi. Ne e morëm dokumentin nga kadastra e Vlorës lidhur me pronën 336 fraksion 2, ku Sabie Likaj është bashkëpronare me familjarët e saj dhe ajo pronë nuk rezulton e Dorisenit siç pretendoi inspektori i IKMT-s, por disa metra katror nga 4000 metra katror në total, familjarët e Sabies ja kanë dhuruar Dorisenit me akt dhurimi më datë 22 maj 2024. A do të mbaj përgjegjësi inspektor Arjani, i cili deklaroi se prona 336 fraksion 2 është e Dorisenit, po vetë biznesmeni i preferuar i kryeministrit? A do të përgjigjet ligjërisht për dhunën e ushtruar ndaj një grupi xhirimi? Për këto më mirë të pyesim prokurorin e Vlorës, Olsi Vasiu. Ndoshta ai ka shumë për të na sqaruar. Pse jo edhe për dokumentet që kemi depozituar dhe nuk gjenden askund.